Milej Mzeka, i ftuar së fundmi në një emision, ka komentuar raportin e tij me aktoren Olta Gjixhari dhe tensionet e mëhershme gjatë Big Brother VIP Kosova. Ai tregoi se kur kishte dashur të largohej nga programi, drejtori i formatit i kishte thënë se Olta Gjixhari do ta shente Bigon e ardhshëm vetëm nga ekrani, nëse ai vazhdonte të ishte pjesë e projektit. Gjatë emisionit, Olta u kyç në një lidhje telefonike dhe reagoi ashpër duke mohuar kategorikisht versionin e tij dhe duke e pyetur se kush e kishte kërcënuar, ndërsa i kërkoi të mos dilte me deklarata të tilla në televizione. Zeka tha më pas se konsideron reagimin e saj si një moment nervoze dhe se nuk ka asgjë personale kundër aktorës, duke nënvizuar se ai është njeri liberal dhe nuk mban inate. Ndërkohë, një postim i Shyrete Belulit është bërë temë diskutimi në rrjetet sociale, pasi shumë komentues pan ngjashmëri të madhe me saj dhe banorës së Big Brother VIP Kosova, Dolçes. Stili i flokëve të këngëtares u krahasua menjëherë me pamjen e Dolçes, duke nxitur komente të shumta si: "Më besoni, mendova se është Dolçe dhe ja paska kaluar Dolçes." Në anën tjetër, marrëdhënia e afërt mes Klodit dhe lëndrimit në shtëpinë më të madhe në vend vazhdon të jetë një prej temave më të përfolura. Ishte dashura e Klodit në një intervistë foli hapur për afërsinë e tyre, duke kujtuar se Klodi ka qenë gjithmonë person social dhe miqësor. Ajo tha se nuk beson që ai do të kishte një lidhje romantike me një djalë, edhe pse la hapur mundësinë duke thënë kur mos thuaj kur. Ajo shtoi se në të kaluarën, Klodi ka pasur një miqësi të ngushtë me një djalë tjetër në formatin ku kanë marrë pjesë dhe se kjo e shtyu të bënte një krahasim mes dy situatave. Mbrëmja e sonte pritet të sjellë një prime të zjarrt në Big Brother VIP Kosova 4, pasi burimet të insiderit bëjnë të ditur se Fjolla Morina pritet të hyjë në shtëpinë më të famshme në vend, një zhvillim që ka ngjallur me njëherë interes të madh mes publikut. Ndërkohë, Edi ka nisur ditën me energji dhe kërcim brenda shtëpisë, ndërsa pret rikthimin e Dolçes. Bjondja rikthehet sonte për të vazhduar lojën e saj në Big Brother VIP Kosova.